Mirëmëngjes të gjithëve, ju uroj një javë sa më të mbarë dhe të bekuar. Ja të njoftoj të gjitha grupet me radhë, se s'kemi një, nuk kemi dy, nuk kemi tre, po kemi 4-5 grupe. Pra 1, 2, 3, 4, 5. Okej. Po njoftuan të gjitha grupet. Tema shumë e rëndësishme sot, një ndër temat më të rëndësishme. Si të krijojmë një marrëdhënie të shëndetshme me veten. Kam nxjerr disa gjëra shënim që e kam planifikuar disi këtë leksion, megjithatë do ketë edhe shumë shpjegime nga rrugtimi im personal gjithmonë. Faleminderit të gjithëve që jeni këtu dhe faleminderit për dashurinë që më jepni. Është periudha shumë e bukur sepse sado që kemi lënë veten pastore, në të gjitha aspektet, aspekti emocional, mendor, fizik, aspekti i aktivitetit fizik dhe të gjitha këto rikthehemi, ne njerëzit gjithmonë rikthehemi. Kjo është pjesa më e bukur që ka gjithmonë rikthim. Asnjëherë nuk duhet të heqim dorë nga shpresa që do rregullohemi sërish. Kështu që po rikthehem. Unë do sugjeroj të mbani shënime sot. Shumë e rëndësishme si temë. Shumë e rëndësishme sepse nuk e kemi dëgjuar askund, nuk e kemi parë askund një marrëdhënie të shëndetshme me veten. Qoftë si koncept, si term, qoftë në praktik, duke e praktikuar dikush. Dikush do bëj edhe unë kafen e dytë që ta shijoj me ty. Kënaqësi unë po pi një kakao. Kam se disa ditë kam pa pirë kafe, por ose ta di një kafe, po aty e lash më kërse. Me thëmë po e arri edhe këtë synim që kam pasur në 2026 që mos të konsumoj më kafe. Kështu që po e arri gradualisht. Filloj me shpjegimin. Hajde. Do i hap komentet që të bëni pyetje ose të shkruani ato ndjesitë tuaja pak më vonë. Si të krijojmë një marrëdhënie të shëndetshme me veten? Mbi të gjitha, çfarë është një marrëdhënie? Çfarë konsiderohet marrëdhënie me veten tonë? Vetëm do i thosh ta uli pak fare muzikën, po mund dhe po skërtove, se s'ka njerëz dhe një rehat, ta uli pak fare. Marrëdhënia me veten është një lloj si marrëdhënia me dikë tjetër. Identik një lloj. Dhe përbëhet nga disa elementë. Me dikë tjetër ti flet, komunikon. Pra ti i flet dikujt tjetër. Fjalët që i drejton. Ti ke mendime dhe ke një opinion për dikë tjetër. Çfarë opinionesh ke ti për atë person? Ti kujdesesh, ofron për atë personin tjetër. Ti ofron kohën tënde, ofron financat e tua, shpenzon ti bësh dhurata, shpenzon ti ofrosh, ti gatuash një pjatë ushqim, pra marrëdhënia me veten është një lloj si marrëdhënia me dikë tjetër. Pra të gjithë këto elementë dhe komponentë të një marrëdhënie ndër veprimi midis dy personave janë identik një lloj si marrëdhënia midis ty dhe vetes tënde. Do thuash ti po kush jam unë dhe vetja, sepse te marrëdhënia midis dy personave jemi dy, po te unë dhe vetja ime kush jam? Je ti, esenca, ai që vëzhgon mendimet, ai që vëzhgon trupin, ai që vëzhgon gjërat aty jashtë, është dhe ky trup i cili vëzhgohet nga ti. Pra është trupi që ti vëzhgon, por je dhe ti që ke aftësinë ta vëzhgosh këtë trup, je ti që merr vendimet, je ti që shpreh dëshirat, je ti që do të provosh gjëra në këtë realitet këtu në tokë. Në një marrëdhënie me veten tënde ekziston shpirti dhe trupi. Dhe të gjitha kërkesat e shpirtit shkarkojnë në mendje. Dhe trupi shërben si një instrument që të gjitha këto kërkesat ja plotësoj. Shpirti thot, dua të udhtoj në Machu Picchu. Aty e kam unë ëndër të shkoj dhe di që do shkoj. Dhe i thot mendjes, unë dua të shkoj aty, mendja i thot trupit, jepi, pri një bilet, futu, pri biletën e avionit, bëj gjërat gati, shko aty, vizitoj atë vend. Pra, marrëdhënia që ne kemi me veten tonë është një lloj si me çdo person tjetër. Ne jemi shumë të gatshëm
Të çojmë dhe të gatuajmë diçka për fëmijën tonë. Për veten time unë përtoj. Si themi, ama se përtoj ta bëj një pjatë sa për veten. Pra na është ushqyer kjo ideja që duhet jemi të gatshëm dhe të ofrojmë për të mirëmbajtur një marrëdhënie me njerëzit e tjerë, por kur bëhet fjalë për marrëdhënien me veten tonë, ajo është inekzistente, sepse nuk është në balancë trupi, shpirti dhe mendja. Nuk janë në një balancë, dhe kur nuk janë në një balancë, duket e mbi-pesha. Si e humba unë rrugën? Si e humba unë rrugën 2025-ën? Nuk doja të bëja asgjë. Të gjitha dëshirat e mia injoroja, duket e mbi-pesha, duket te buzëqeshja, duket te lëkura, të shkëlqen lëkura kur ti je mirë, kur ti je në paqe me veten. Syt, dritat e syt. Ne që të mirëmbajmë, se i kam shënuar me pika, janë 5 ose 6 gjërat kryesore, por ne që të arrijmë ta mirëmbajmë marrëdhënien me veten tonë, e kemi shumë më të lehtë ta bëjmë kur shikojmë dikë tjetër. E kemi pak këtë nevojën për të na prindëruar në jetë. Ka që jemi mësuar gjithmonë të varur, mos aty, mos këtu, pra duam gjithmonë të na jepet një konfirmim nga dikush tjetër që ne ta besojmë dhe të bëjmë diçka. Presim një farë prindërimi nga njerëzit e tjerë aty jashtë, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në rrethin shoqëror, që dikush të na thotë, po e kam bërë dhe unë, ja vlen, bëje. Pra presim një konfirmim për të qenë të lumtur, presim një konfirmim për ta dashur veten, presim një konfirmim për ta shëruar emocionalisht veten, presim një konfirmim për ta bërë veten tonë dhe nevojat tona prioritet. Dhe kjo nuk është e shëndetshme, sigurisht që nuk është e shëndetshme, sepse ti nuk ke nevojë të t'jap unë lejen që ti të duash veten. Ti nuk ke nevojë të t'jap unë lejen që ti të plotësosh dëshirat vetes tënde. Nuk ke nevojë për lejen e askujt. Nuk ke nevojë për lejen e askujt, sepse ka dhënë Zoti lejen që kur të ka krijuar. Kur Zoti të krijoi, të dha lejen që ti të veprosh sipas ndjesive të intuitës. Por ti u rritë në një mënyrë të caktuar që u shkëput intuita, thirrjet e intuitës. Jemi gati të japim disa hapa praktik, shumë praktik dhe të thjeshtë, se si ne të fillojmë sërish ta bëjmë veten tonë prioritet, të krijojmë një marrëdhënie të shëndetshme me veten. Edhe diçka shumë e rëndësishme. Dikush që nuk bën prioritet veten dhe nuk respekton veten, e ka shumë të vështirë të respektojë edhe personin që ka në krah, edhe partnerët në biznes, edhe klientët të puna, edhe familjarët, edhe prindrit, thjesht e bën në mënyrë sipërfaqësore. Por dikush që nuk di se si të respektoj veten, për asnjë moment nuk di se si të respektoj në një mënyrë shumë kuptim plot të tjerë dhe bën thjesht se duhet. Çdo gjë nis nga vetja jonë. Dhe të duash veten nuk është egoizëm. Dhe të bësh veten prioritet nuk është egoizëm. Është gjëja më e shëndetshme që ti mund të bësh për fëmijët e tu, për familjen tënde, për njerëzit që të rrethojnë. Sepse një njeri që do veten, di se si të kuptoj dhe nevojat e të tjerëve. Një njeri që do veten, di se si të krijoj hapësirë personale dhe personit që ka në krah. Një njeri që di se si ta pranoj veten me të gjitha ato gjërat pozitive dhe negative që ne kemi, sepse ne jemi drita dhe errësira, të gjithë ne kemi gjëra pozitive dhe negative. Ai person di se si të pranoj dhe errësirën e njerëzve të tjerë, ta mirë kuptoj. Dhe kështu krijohet paqja në jetë, një paqe, një ekzistencë në harmoni. Kur ti je në harmoni me veten, shpirt, trup, mendje, ti je në harmoni dhe me jetën dhe me njerëzit e tjerë aty jashtë. Dhe këtë e kam kuptuar në mënyra shumë të ashpra, jo në reflektime të thjeshta, në mënyra shumë të ashpra. I kam marrë këto mësime jete në aksione sipër. Kur humba veten, kur kam pas ato pikpyetje, a do rikthehem unë sërish? A do rikthehem unë sërish? A do rikthet ajo drita, shkëlqimi im? A do rikthet ajo forca ime? A do rikthet ai versioni imi që mjafton të jetë aty, edhe rrezaton vetbesim, rrezaton dashuri, rrezaton vërtetësi? Pyeta vetëm për shumë gjatë. Dhe kisha humbur shpresën që do rikthehesha. Dhe aty kam marrë këto mësime, aty e kam kuptuar që ai versioni imi do kthehet, do rikthehet, do fuqizohet akoma më shumë kur unë jam në harmoni me veten.
Të shënoj dhe diçka që më erdhi tani? Pika e 6. Fillojmë. E para. Pika e parë dhe rregulli i parë që ne të fillojmë të ndërtojmë një marrëdhënie të shëndetshme me veten është respekti. Do fillosh me respekt dhe jo me dashuri. Nuk lind dashuria për veten nga hiçi, nuk kemi ne si ta duam veten. Ku i kemi ne këta shembuj që të shikojmë që njerëzit e duan veten? Askund. Sepse dikush që do veten bën prioritet fitnessin, dikush që do veten bën prioritet një libër dhe jo telefonin, dikush që do veten bën prioritet atë pjatën me shumë ngjyra dhe jo fast foodin dhe byrekun. Ku i kemi ne këta shembuj që njerëzit duan veten? Dikush që do veten i thot jo personit që ka në krah, jo më vjen keq, ky është limiti im, unë do ndjek ëndrat e mia. Nuk ka frikë të jetë vetvetja. Ku i kemi ne këta shembuj? Nuk i kemi. Prandaj të duash veten, nuk nis me dashurinë ndaj vetes, nis me respektin ndaj vetes. Shënoje, rregulli numër 1 që të krijojmë një marrëdhënie të shëndetshme me veten. Respekti ndaj vetes, apo sillem unë me veten time, siç sillem unë me dikë tjetër që ka rëndësi për mua. Sepse vetja jonë duhet të ketë shumë rëndësi për vetja jote, trupi yt, vetja jote duhet të ketë shumë rëndësi për ty. Shumë, duhet të jetë njeriu më i rëndësishëm për ty. Me atë lind, me atë vdes. Je ti dhe vetëm ti në fund të kësaj loje, në fund të këtij filmi këtu në tokë. Vjen vetëm dhe ikën vetëm. Duhet të jesh personi më i rëndësishëm për veten. Dhe do të shpjegoj pak se si ndryshon dashuria për veten nga egoizmi edhe nga neglizhenca ndaj fëmijëve, partnerit, njerëzve të tjerë, sepse shumë persona mendojnë që po të dua veten, unë hajde futi shkelmin burrit apo partnerit. Çdo që ka limite dhe respekt, të duash veten, nuk do të thotë që ti jetosh siç ke jetuar në adoleshencë. Të lësh të gjitha ato përgjegjësitë tua si nën, të lësh ato përgjegjësitë si bashkëshorte? Jo. Të duash vetëm do të thotë të bësh prioritet nevojat e tua, të mbushësh gotën tënde para se të mbushësh gotën e të gjithë njerëzve që kanë nevojë për ty. Dhe këtë gjë nisem me respekt dhe do pyesesh apo sillem unë me veten time si me dikë tjetër që unë e dua. Shënoje këtë pyetje, se është shumë e rëndësishme. Do më hapësh pak të lutem se kam duart me krem. Faleminderit. E shënuam? Pra, apo sillem unë me veten time si sillem unë me fëmijën tim. Çaj më njëherë në këmbë kur vajza do të hajë diçka, e bën mami. Kur vetja ime thotë sot, sa do më haj një supë me perime, apo varja se përtoj se s'kam kohë. Të ma kërkoj fëmija supën me perime, të çojmë për 2 minuta e kam bërë. Pra, apo sillem unë me veten time si sillem me fëmijën tim. Jo, sepse shembujt që unë kam parë janë shembuj që unë e lë vetëm pas dore. Që nevojat e mia nuk ka rëndësi, hajt mo edhe bukë e djathtë, ç'a të jetë, shprehjet që kemi dëgjuar. Po nuk është e saktë. Nuk është e drejtë. Kush do kujdeset për mua? I bie që ne rritemi ato 7 vite, 8 vite me hatër, se dhe ato nuk është se kemi marrë ndonjë përkujdesje shumë të madhe brezi ynë. Se brezat e sotëm e shikoj që po marrin, po vëdijsojnë prindrit fatmirësisht. Dhe më thënë i bie që ne në fëmijëri i gëzohemi trupit ton, vetes ton. Pastaj më tej harrojmë ne se na marrin ato hallet e jetës. Por jo. Respekti ndaj vetes. I nderon ti thirrjet e brendshme, shënoje. A i nderoj unë thirrjet e mia të brendshme? Nevojën që unë të qëndroj pak më gjatë para pasqyrës, të kujdesem për veten time. Nevojën që unë i kam qejf të kristale, të shkoj të blej kristale. Nevojën që unë më pëlqen ngjyra e zezë, të vishem me të zezë. Nevojën që unë më pëlqen të trajnoj, ta bëj një trajnim në 11 të natës. Kur të kem mundësi, kur të kem dëshirë, ta bëj. Nevojën për të bërë një udhëtim. Është e dia, nuk dua të gatuaj në shtëpi. Hajde bashkëshort, na ço diku për një drek. Çoje zërin, ta çosh zërin. Unë dua të bëj këtë. Në fillim duket sikur hedh një bombë, se të duket shumë çuditshëm, se ti nuk je mësuar të kërkosh, ti je mësuar vetëm të japësh. Po kjo nuk është e shëndetshme. Sepse ti e humbet marrëdhënien me veten tënde. E humbet. Respekti, pika e parë. Apo sillesh me veten si me dikë që do. E dyta, për të krijuar një marrëdhënie të shëndetshme me veten tënde. Dhe marrëdhënia e shëndetshme me veten është që ti jesh i vetëdijshëm për anën pozitive dhe anën negative.
ti jesh i vetëdijshëm për pikat e tua të forta dhe pikat e tua të dobta. Edhe unë kam të mijat edhe ti ke të tuat. Nuk ka njerëz perfekt në këtë tokë. Jemi gjithmonë këtu të hapur për përmirësim, për të përmirësuar. Pra, pika e dytë për ta krijuar këtë marrëdhënie të shëndetshme me veten është kur ti ndalon vetë kritikën automatike. Në sistemin tonë nervor, në mendjen tënde të pavetëdijshme, si pasojë e një regjistrimi në sistemin tënd nervor, që është një kritik, një njeri vogël aty në mendje, që funksionon si një njeri kritik që të kritikon, pra në mendjen tënde vijnë sinjale vazhdimisht në mënyrë automatike. Dhe këto sinjale dhe këto fjali nuk janë pozitive. Ti kritikon veten non stop, pse nuk po bëj mjaftueshëm? Më iku koha, më iku dita, nuk bëra asgjë sot. Pse jam bërë kështu, po pse rrudha, po pse jam shëndoshur, po pse ai kritiku ta djeg, ta konsumon të gjithë energjinë jetësore, ai kritiku ta konsumon gjithë atë dritën e syve, shkëlqimin, sepse vetëm të bën të ndihesh jo mjaftueshëm, sikur ti nuk je mjaftueshëm, sikur ti nuk po bën mjaftueshëm. Pra të arrish ta identifikosh atë vetë kritikën automatike dhe ta ndalosh është aftësi. Është muskull, duhet stërvitur vazhdimisht. Jemi okej deri këtu? Kur truri të thot, iku dita, iku koha, nuk po bëj mjaftueshëm, s'më doli koha për asnjë gjë, ndalo, merr frym, vendos dorën në zemër, merr frym këtu te krahërori. Dhe kur ta lëshosh frym, më thuaj, po jap më të mirë nga vetja, në rrethanat që jam. E kjo nga divani, ja? Jo të rrim në divan edhe çdo ditë thosh po jap më të mirë nga vetja. Me thënë po jap më të mirë nga vetja në kushtet që jam, pasi e ke dhënë vërtet më të mirë nga vetja. Por jo ta kritikosh vazhdimisht veten tënde. Kalojmë te pika e tretë. Që të krijosh një marrëdhënie të shëndetshme me veten, duhet harmoni mendje trup shpirt. Dhe deri tani me çfarë ne punuam ishin të gjitha në mendje. Kalojmë pak te trupi. Trupi ka nevojë për kujdesin bazik. Dhe do vendos termin bazik. Kujdesu në mënyrë bazike për trupin tënd. Në mënyrë bazike, jo gjëra ekstreme, dhe unë nuk kam kohë për gjëra ekstreme. Të shikoje jonën ti, mua, para 5 vitesh? Qa fitnessi bëja unë, dilte koha për vrap, për recje, për fitness me pesha, për kardio, të gjitha. Të gjitha. Ishte bërë trupi im si trup atlete, super i shkathët, elastik, i fuqishëm, rezistencë. Më pyet tani, kam kohë të bëj të gjitha këto? Nuk kam. Nuk kam. Prandaj vendos që të ul ato pritshmëritë e mia. Do kem pas 5 vitesh edhe mund të kem. Por tani, në këtë moment ku jemi, do e hedhim hapin me ato mundësi që kemi, sepse të kërkosh gjëra ideale i jep më shumë stres vetes, më shumë e shkëput marrëdhënie me veten. Dhe e kam cekur pak te pika e 5. Do e shpjegoj pse. Kujdesi bazik për trupin. Kur e bën atë dushin, mos e bëj me vrap me nxitim, e di që ka shumë nëna me fëmijë këtu, ndoshta e kanë vetë të vegjël, mundësisht edhe kur bëjnë dush, edhe derën e banjës hapur, e bëj dhe unë shpesh herë kur më duhet të lajm dhe jam vetëm me vajzën në shtëpi. Kam frikë, sado që vajza është shumë e vetëdijshme, ka arrit në atë fazë, prap kam merak se nuk i dihet, mund t'i lindi një kurreshtje e re, dhe unë ju kuptoj. Ju kuptoj, sidomos nënat me fëmijë, sidomos ato që janë emigrim vetëm, siç kam qenë unë. E di që s'ke kohë të marrësh frym. Ta lësh fëmijën diku 5 minuta dhe vetëm të marrësh frym 5 minuta e qetë. E di që ka shumë në këto kushte. Por kur e bën atë dushin, mundohu mos të nxitosh kaq shumë. Merre fëmijën, ç'a bëja unë kur isha në Vjenë vetëm, e vendosja në tualet. Dhe ajo ka rrigje që hante ushqim, i vendosja pak telefonin aty me filma vizatimor, futesha në dush. Nuk doja të nxitoja, nëse isha lodh me nxitimin. Nxitimi nuk të shërben. Dhe për të bërë ato kujdesin bazik të trupit, bëje një dush shumë rehat. Merë 5 minuta më shumë për të kujdes për veten tënde. Para se të marrë ai vrulli i ditës, sakrifikoje 1 orë gjumë në ditë. Kur them sakrifikoje, nuk po them nga 6 orë që bën të bësh 5. Jo, mos më keq kupto. Nëse ti bën 6 orë gjumë, sepse kaq mundësi ke, 5 minuta, zgjohu më herët. Të rregullosh pak veten tënde.
Sepse ndihesh shumë më mirë në energji kur ti je rregulluar, kur ke një farë paraqitje për veten, del para pasqyrës dhe je më e gatshme të vazhdosh ditën. Nuk po them për të tjerë, diku ajo fazë. As na i ndjen fare si dukemi për të tjerët, për veten ndihesh mirë në gjën që ti je duke bërë, kur kujdesesh për veten. Kujdesi bazik për trupin. Mos e pija të kafen me njerë sa hap syt. Jepi trupit atë që ka nevojë. Jepi pak ujë. Merr pak krip. Celtic. Kripa Celtic salt. E gjën Amazon, ju që jetoni jashtë. Me pak ujë. Pi një çaj. Bëj një lëng frutash. Bëj një smoothie. Jo me njëherë të ajo kafe me stomakun bosh. Jepi trupit atë që ka nevojë, gjëra bazike. Ky është kujdes bazik, nuk është luks, po i kemi kthyer ne në luks, sepse po jetojmë një jetë shumë duke nxituar, duke bërë gara, duke kapur orare, duke kapur standarde. Çoje fëmijën në një kurs më pak, mos u krahaso me kunata, me sa kurse e çon kunata fëmijën. Mos u krahaso. Jepi më shumë qetësi jetës tënde, ditës tënde, fëmijës tënde, vetes tënde. Kujdesi bazik për trupi, sepse trupi si shtëpia, ne dhe shtëpinë e pastrojmë me merak të madh, po këtë trup a jemi kujdes ndonjëherë siç duhet. Çfarë më streson? Çfarë të streson ty? Pyet e trupin. Çfarë të jep stres? Dhe trupi ta jep përgjigjen menjëherë, po ti s'do ta dëgjosh. Kujdesi bazik për trupin, 5 minuta lëvizje. Jo me orë të tëra fitness, e di që s'të del koha. Idealja do ishte 1 orë çdo ditë me pesha ne të stërvisim trupin sepse shkon për te i pamjes, është për jetë gjatësi. Është e konfirmuar nga kërkimet shkencore, është për jetë gjatësi stërvitja me pesha 3 deri në 5 herë në javë. Por nëse ti nuk e ke mundësin, çfarë do bëjmë, do rrim në divan? Jo, 5 minuta, kështu nise. Një video 5 minuta, lëviz pak trupin, 2-3 muzikë shukëngë të lezetshme që lëviz trupi, kërcim, tip zumba le ta quajmë. Bazike, qëndrote gjërat bazike, sepse dikush që për shumë gjatë nuk ka pas një marrëdhënie të shëndetshme me veten. Ne nuk mund të pretendojmë të ta detyrojmë atë person që të çohet më njëherë në nivelin 10. Do fillojmë me hapa të vegjël si ai fëmia, si ai bebi. Kur ti për shumë gjatë e ke lënë veten bazë dore, fillo me hapa të vegjël. Gjëra të vogla, mos e streso veten, gjëra të vogla bazike. Ato do të bëjnë të shkëlqesh, ato do të bëjnë të krijosh një marrëdhënie ku themelët do jenë shumë të fuqishëm. Do të marrë më shumë kohë, punë e madhe. Koha është ego. Është egoja që na fut në lojë kohën. Ti ku koha, jo nuk i ku koha, këtu është, a jam gjallë. Unë tani jam gjallë, s'gjet të bëj këtë gjë. Kaq, mundësi sa kam. Do veproj në kushtet që jam. Prandaj kujdesi bazik për trupi, kujdesu tamam si për shtëpinë tënde. Pak lëvizje, më ngadal gjërat, jo me nxitim. Mos e pija të kafe në mëngjes me njëherë sikur e dënon trupin. Hajde, zgjoh ti tani. Pije këtë helm, zgjoh, sa je i detyruar. Të ecim para. Të ofrojmë energjinë time të shefi, të puna, të klientët e biznesit, të fëmijët, të burri. Jo, mjaft. Mos e dëno më trupin. Në shtëpia jote. Ti je këtu dhe po më dëgjon mua fal trupit tënd fizik. Nëse nuk do ishte ky trup fizik, ti s'do ishe këtu. S'do ishe këtu ti si shpirt, sepse ti ke një trup fizik që ka ardhur këtu në tokë. Prandaj kujdesu për trupin në mënyrë bazike. Dhe kjo krijon një marrëdhënie të shëndetshme me veten. Edhe ushqimi, shumë kujdes me ushqimin. Ushqimi përmban elementet që trupit i duhen për të shkëlqyer ose ti fut në trup element që trupin e plakin para kohe. Ta them nga eksperienca ime. Sa do ta dënojmë veten e me ushqim, unë në 2025-ën, fundi 2024, fillimi 2025, kam qenë në një fazë që vetëm ushqimi më mbante mendje në vend. Ky është çrregullim. Dhe që të kesh një marrëdhënie të rregullt me ushqimin dhe të shëndetshme duhet shumë punë mendore dhe shumë kontroll i emocioneve. Ata që nuk e din ndoshta se janë për herë të parë tani live, edhe thonë pse për çfarë arsye, sepse kalova stresin më të madh që kisha kaluar ndonjëherë në jetë që nuk e mendoja ta kaloja. Jo ankthën e kam kaluar para shumë vitesh, depresion, atak paniku, mendime për t'i përkeq vetes. Të gjitha këto i kisha kaluar para shumë vitesh, punova me veten, shkëlqeva, ndihmova edhe shumë të tjerë madje. Por mora një diagnozë për vajzën, një diagnozë për autizmin, që mos
s'më shkon e mendja për 1000 vite. Edhe nuk dita si ta përballoj, përballova shumë mirë për atë punë, derisa jam këtu akoma dhe po flas me ty, por nuk dita si ta përballoja për 2-3 muaj. Nuk dita si ta përballoja, sepse nuk isha një rreth suporti, nuk kisha profesionist të sakt këtu në Shqipëri, Tiranë, Saranë, se në disë këtyre qyteteve kam lëvizur. Dhe mu desh të bazohesh atë vetja ime dhe te Zoti, po ato 2-3 muaj harrova që ekziston te Zoti. Dhe fillova vetëm ushqim. Po haja shumë ushqim, sa më duket sikur do vdisja. Nuk e përballoja dot. Doja të ndaloja, po s'ndaloja dot. E dënoja trupin tim. E dënoja. Sepse fëmija yt po vuan për fajin tënd, e dënoja trupin tim. Deri në momentin që u kujtova që ekziston Zoti, prit më. Të dal një herë në balkon thash. Dola në balkon, po shikoja detin, ishte natën vonë. Edhe i thash Zotit, nëse ti je këtu, më jep një shenjë. Ose do më marrësh, më merr, se s'dua të jetoj unë si zvarranike, më merr, se unë s'kam, nuk isha forcë të çesha nga krevati në mëngjes. Nuk isha forcë dhe dëshirë të bëja një dush vajzës. Dhe i thash Zotit, nëse ti je këtu më merr, ose më rikthe forcën time, që unë të jetoj siç duhet të jetoj. Më riktheu Zoti forcën, po gradualisht, pak nga pak, që tani jam prapë këtu. Prandaj ushqimi është shumë i rëndësishëm. Ushqimi është shumë i rëndësishëm, sepse shkatron trupin dhe e plak para kohë. Jemi te pika e 4. Jemi okay deri këtu. Atëherë 1, 2, 3. Më e pak se me lapsë të se të ngetë si ky. Jemi te 4. Pra, e respekti për veten, ndalo vetë kritikën automatike, kujdesi për trupin, kujdesi bazik për trupin. Jemi te 4. Prit njerë, prit hap komentet, jemi këtu, as jemi këtu, apo më ndiqni, apo më dëgjoni, as si po ndiheni, se dua të vazhdoj me pikën 4. Nuk dua t'ju mbaj shumë edhe ju, po të vazhdoj se kam një seminar shumë të rëndësishëm sot në mbrëmje, seminar 100% falas për personat që vuajnë nga ankthi. Do zgjasë diku te 1 orë e gjysmë, ka shumë shpjegime të rëndësishme dhe është në Zoom. Kështu që dua të bëjmë gati dhe për seminarin. Jemi këtu, më ndiqni të gjithë? Para se të vazhdoj me pika tjetër. Janë gjëra të vlefshme këto? Apo po flas kot, po harxoj kohën time dhe kohën tuaj. Më vjen mirë që jeni këtu dhe që ju shërbejnë gjitha këto shpjegime. Jam e lumtur që edhe shumë mirënjohëse që jeni këtu. Vazhdojmë te pika e 4. Pika e 4 është diçka që e kemi dëgjuar shpesh. Po do shpjegoj pak se si ta arrijmë në mënyrë pak më praktike, më të thjeshtë, jo kaq stres të madh sa na jep. Vazhdojmë, jeni shumë të mirë. Ndrova thotë bëra cappuccino për të ndjekur me vëmendje sa më të madhe, se zgjat më shumë e cappuccino, e kupton? Dëgjoj shpjegimin. Suela thot shumë të vlefshëm bre për të qarë. E di, po s'ka problem, është pjesë e shërimit edhe kjo. Kur e kuptojmë që për shumë gjatë kemi lënë veten pas dore. Vazhdojmë te i grupi. Faleminderit që jeni këtu edhe që më dërgoni kaq shumë dashuri te komentet. Kemi dëgjuar shpesh herë. Edhe kjo ka qenë gjëja më e vështirë që unë të bëja. Kemi dëgjuar shpesh herë që të krijosh një marrëdhënie të shëndetshme me veten dhe ta respektosh veten, duhet të thuash jo. Duhet vendosësh kufi. Dhe duam apo nuk duam ne, kjo është e vërtetë. Kështu që te pika e 4 kam shënuar vendosjen e kufive minimal, se minimal. Për sa kohë ti je mësuar që të jesh e gatshme për të tjerët. Me një telefonat, po, do vijun pa problem. Do me thënë, pa e menduar, pa
pa e analizuar kërkesën që të bëhet, ti me njëherë je gatshme ta plotësosh, ta përmbushësh. Diçka brenda teje në trup nuk ndihet mirë, thua, po pse? Pse si thash dot jo, po nuk dua ta bëj, po nuk kam fuqi, po jam me cikël, po jam me lodhur, po dua të rishtrir, po dua të lexoj një libër, po dua të vë muzikë të kërcej, dua të dal për një ecje. Po ti prap i thua po asaj kërkesës që të bëhet, sepse është bërë automatike te ty, është bërë zakon. Ti nuk di se si të thuash jo pa u ndirë në faj. Ti nuk di se si të thuash jo pa dhënë shpjegime. Dhe thua nga të lodhe mund të jap shpjegime, më mirë i them po hajt ta heq qafe një orë punë dhe pastaj vazhdoj ditën time. Në një orë punë që ti do të heqësh qafe atë kërkesën që nuk do fare, ti nuk do fare të ndërveprosh me ato lloj energjie, në një orë ti ke thënë jo gjërave që japin kënaqësi dhe dritë shpirtit tënd. Po, gjërave që japin kënaqësi dhe dritë shpirtit tënd. Edhe qetësi mendjes tënde, edhe kënaqësi zemrës tënde dhe trupit tënd. Te vendosja e kufive është luftë me mendjen, është luftë me veten. Hyn edhe pak trupi, sepse na jep shumë sinjale her pas here. Për shembull, ka dhe persona që thonë janë në fazën që thonë nuk e di dhe nuk jam i vetëdijshëm për çfarë të them po dhe për çfarë të them jo, ka dhe raste të tilla. Por në këto raste unë do thoja vëzhgo trupin. Si ndihet trupi? Kur dikush ty të thotë do bëjmë diçka dhe ti më njëherë thua po, do të thënë sikur çohesh në këmbë, ai entuziazmi, sikur hapet krahërori, sikur ndihesh më mirë. Do të thënë ajo kënaqësia ndoshta ndjen dhe pak të qendra e tretë të stomaku, po ndjen si ato fluturat në kënaqësi. Atëherë është po, diçka për të thënë po. Ndërsa kur ndihesh si e strukur e tërhequr, dhe stomaku ndjet një si lëmsh, një si rëndes në krahëror, atëherë nuk është për ty. Duhet t'i thuash jo. Çfarë do lloj kërkese? E di çfarë ty të lejohet të thuash jo. Ty të lejohet të thuash jo. Pa vënë asnjë shpjegim, jo nuk mundem. Jo faleminderit. Është e drejta jote të thuash jo. Të lejohet më. Nuk je detyruar më të përmbushësh ti kërkesat e të gjithë të tjerëve. Të lejohet të thuash jo. Por përderisa ti ke thënë po për shumë gjatë dhe është krijuar një mekanizëm tani dhe është krijuar si një zakon, për të thënë jo duhet ta praktikosh aq shumë sa ta zëvendësojmë këtë zakonin e vjetër. Ta heqim qafe. Pra, të thënit jo nuk mundem, duhet shumë praktik dhe këmbgulje nga ana jote. E di çfarë do kesh parasysh në ato momente, di çfarë do mbash në mendje, këtë mbajje mend dhe shënim, se është shumë e rëndësishme. Këtë kam praktikuar shumë, se unë që fëmijë kam vuajtur nga kjo sindroma e të kënaqurit të tjerëve. Do të thënë që mundohesh të kënaqësh të tjerët, mundohesh të bësh gjithmonë mirë, që të flasin mirë për të mos të zhgënjesh, sepse mendoja që reagimet emocionale të njerëzve ishte përgjegjësia ime dhe rria e strukur. Isha vajza e mirë, vajza e sjellshme, vajza e gjendur, qeshja me çdo shaka, me çdo idiotësi që thuaj aty jashtë, që ndiheshin mirë të tjerët. Deri në momentin që unë ndalova, thash pse duhet ta bëj këtë? Pse? Do zhgënjet personi tjetër, s'është përgjegjësia ime. Do mërzitet personi tjetër se i them unë jo për kohën time, s'është përgjegjësia ime. E di si shkoha jote si ato parat. Dikush të thotë hape kuletën tani dhe më jep ti mua 100 euro. Normal që do i thuash jo, po për kohën tënde pse i thua po? E njëjta gjë është. Jo më, jo, është koha ime, jeta, energjia ime. Dhe çfarë do mbash në mendje është kjo? Në ato momente kur dikush të kërkon diçka, dhe ti e gati, do të mbet një luftë e fortë aty, brenda një sekundi është një luftë shumë e fortë, një përleshje brenda teje. Ai versioni yt i vjetër, ai zakoni i vjetër që okay, ti them jo, jo ti them po. Po nga ana tjetër është kjo ndjesia që nuk dua ti them po ti them jo, ky do mërzitet, do i ngelet hatri, po hëse më ka bërë dhe një dy të mira, ndihesh dhe si në borxh ndaj tij. Në këto momente do ndalosh dhe do i thuash vetes. Përgjegjësia ime e vetme është që të përmbush nevojat e mia. Se si reagon personi që unë kam përballë nuk është përgjegjësia ime. Shënoje, përgjegjësia ime e vetme është që unë të përmbush nevojat e mia. Se si reagon personi përballë nuk është përgjegjësia ime. Dhe unë këtë e kam parim te trajnimet si mentore, se ka shumë njerëz në trajnime që nuk din të respektojnë limitet,
flasin çdo ditë me mua në WhatsApp, po duan të flasin edhe në 2 të natës kur kam unë ankth, thotë më hapti se kam unë ankth. Jo, nuk është përgjegjësia ime. Unë ty t'i jap kohën time, energjinë time çdo ditë. Ktu është një kufi. Është një kufi, duhet të mësosh ta respektosh. Kjo ndodhe me prindrit. Unë shkoj t'i takoj dhe në rast se prindi fillon më tregon halle, stres e i them fal, unë nuk jam këtu për stres, unë jam të shijoj pak natyrën, të pi një kafe me ty. Momenti që ti s'di ta respektosh, vim pas 3 muajsh unë, nuk të vi më. Limit. Kjo është me bashkëshortin. Me çdo njeri. Jam unë energjia ime. Nëse ti do të kesh para teje një bashkëshorti të buzëqeshur, nëse ti do të kesh para teje një mentore të buzëqeshur, duhet ta respektosh energjinë e saj, ta vlerësosh dritën e saj. Duhet ta vlerësosh, duhet i vlerësojmë. Dhe kur njerëzit nuk na vlerësojnë, ne vendosim limite. Dhe kur ne vendosim limite, na respektojnë 10 fish. Është psikologjia e njeriut. Kur ti thua jo të do më shumë, kur ti thua jo, bën sikur ngele teatri, pastaj zbuten, kështu bën të gjithë me mua. Të gjithë kështu, pse të gjithë u zhgënjyen nga kjo që unë bëj në fillim. Po pastaj, filluan, sepse kjo është psikologjia e njeriu. Dikush ty të kërkon diçka dhe ti thua jo, e bën në mënyrë për të dënuar të dhe thotë shiko se mua më ngelet hatri dhe ti duhet të reagosh tani se më ngeli hatri. Kur ti nuk reagon ai thotë po bëj humba. Kjo s'ka për të ndryshuar thotë. I bie që duhet unë të vete të shkoj aty, është psikologjisht shumë e thjeshtë. Mbroj energjinë tënde. Të lejohet të thuash jo. Të lejohet të përkushtohesh vetes. Të lejohet të bësh gjërat që ke ti dëshirë t'i bësh. Sepse nuk jemi në këtë jetë, në këtë realitet, si një mekanizëm që të na përdorin të tjerët për nevojat e tyre. Hase, është me humor, hajta marrim kafe të na bëj për të qeshur. Hase ka lek, hajta marrim të na paguaj drekën, ose të na blej dhurata. Hase është punëtore, hajta marrim të më ndihmoj me punët. Unë shikoj këto shfrytëzime non-stop të rrethit e njerëzit që më rrethojnë. Shfrytëzojnë atë që nuk di të thotë jo. Nëse ti nuk mëson të thuash jo, do shfrytëzosh gjithë jetën nga të tjerët. O po dhe nga njeriu që ke në krah, nga të gjithë të shfrytëzohesh. Sepse atyre ju bëhet diçka normale. Është normale kjo? Që jona të më thotë po për çdo gjë, nuk është normale. Prandaj mëso se si të ndërtosh kufi të shëndetshëm dhe të thuash jo. Pika e 4. Kalojmë te e 5-ta. Pra momenti që ti i ke bërë të gjitha këto, se unë e di që ti do i bësh, nuk besoj se më ndjek mua live, edhe i mban shënime dhe nuk do bësh asgjë me jetën tënde. Unë shpresoj që ti vesh në punë të gjitha këto. Unë punoj vazhdimisht me këto, sepse situatat e jetës ndryshojnë. Nuk mjafton një herë ti të praktikosh diçka dhe të thuash tani e kam përvetësuar. Ndryshon situata që të sjell universi për të testuar. Sjell një situatë ndryshe, sjell një njerëz ndryshe, sjell një lloj sfide ndryshe dhe të teston thotë je vërtet kaq e fortë emocionalisht, di vërtet se si të thuash jo, e ke vërtet kaq të fuqishme marrëdhënien me veten. Prandaj duhet praktikë edhe unë punoj vazhdimisht me veten me të gjitha këto. Pika e 5. Largo perfeksionizmin. Perfeksionizmi të shkatron ëndrat dhe të shkatron jetën. Ta vjedh jetën, ta vjedh dhe ikin vitet e jetës, duke pritur që gjërat jenë perfekte, duke pritur që ti të jesh gati, duke pritur që rrethanat të vinë ashtu siç ti mendon në mendje. Largoje perfeksionizmin. Duhet ta largosh. Dhe çfarë është perfeksionizmi? Jo vetëm në aspektin e karrierës, në aspektin e përditshmërisë. Në aspektin e përditshmërisë, do t'jap një shembull nga jeta ime. Jeta që unë bëj është jetë shumë e thjeshtë. Është një jetë që bazohet në familje, në marrëdhënie prindërimi me vajzën time, marrëdhënie bashkëshortore, bazohet shumë, kam shumë energji krijuese, domethënë më pëlqen shumë të punoj, të krijoj dhe nuk e quaj punë. Dikush thotë po ngele para kompjuterit u lodhe, për mua s'është lodhje, nuk është punë. Shumë më shijon, kjo më kënaq, është një jetë që është shumë e thjeshtë, bazike. Po të më shikosh gjatë 24 orëve, unë bëj një jetë më bazike se jeta jote. Shumë të thjeshtë. Kam këto zakonet e mia të shëndetshme, ndoshta diferencën mund ta bëj ushqimi, gjërat që unë konsumoj, aktiviteti që unë bëj, këto gjërat ekstra që unë fut, jo terapia me dritën e kuqe, jo trampolina që bëj drenazhin limfatik, ndonjë masazh tek tuk rrallë. Por jeta ime është shumë bazike, thjesht. Dhe një jetë e tillë bazike, që unë të bëj vlog, çfarë bëj gjatë një dite, ose unë bëj një video të shtëpisë, ose njerëzit, gjithmonë ecën me idenë që është jona mentore, ka financa të mira, ka sukses, ka fami, ka të gjitha, ka ndjeksa, ka një jetë të ndërtuar,
kjo duhet bëj ndonjë jetë kështu. Jeta ime është bazike fare, më bazike se bazikja. Dhe truri mua më thoshte, përderisa ti je ky person, edhe videot që bën duhet jenë pak ekstra, me xixa, me gjëra, me dhe ra shpreh kësaj. Për një periudhë po s'bija video fare. Derisa kujtova që Jona, po ti repres sërish të perfeksionizmit. Nuk duhet jemi perfekt në këtë jetë, duhet jemi të vërtet. Vërtetësi. Kjo mungon sot, vërtetësi. Perfekt, shembuj perfekt, shiko filma. Në film janë perfekte gjërat. Kupa e kafes, çdo gjë perfekte. Mënyra si ecin, si flasin, perfekte, çdo gjë. Jo, ne jetojmë një jetë reale. Ne duam vërtetësi, vërtetësi. E di që mua gjërat perfekte nuk më shijojnë më, të them drejtën. Kur shikoj njerëz që bëjnë ato videot perfekte, që i bëj me një herë skip i largoj, nuk dua të shikoj. Ama kur shikoj ndonjë video që çet në mëngjes, e rrudhur, e kështu për gjumësh me ato flokët lëmsh në një nën grua, dhe thot mirëmëngjes, fillojmë ditën bashkë. Gjë reale, e vërtet, aty e gjej veten, njerëzit e gjejnë veten te e vërteta. Dhe kur e gjejnë njerëzit aty e gjen edhe ti te e vërteta. Prandaj mos prit për kushtet perfekte. Nuk ka kushte perfekte. Nuk ka dhe nuk do ketë kurrë. Dhe nuk na duhet edhe nëse ka, nuk janë për ne. Ne jemi këtu të shkëlqejmë dhe të zbërthejmë esencën tonë të vërtet jemi vetvetja. Ne nuk jemi këtu të shkëlqejmë si dikush që nuk jemi. Ne jemi këtu të çalojmë si ai njeriu që jemi në të vërtet. Shumë e thjeshtë. Hiq dorë nga perfeksioni. Zhduke, largoje. Jam kjo që jam. Jam kjo që jam, më lejohet të bëj këto. Kaq ka mundësi të ofroj unë për momentin, këto thuaj vetes, kaq ka mundësi të bëj unë për momentin, kaq ka mundësi të ofroj unë për momentin, këtë do bëj. Se përmirësohem nesër, po patjetër që do përmirësohemi, çdo ditë përmirësohemi. Po që të rriu në një vend, pa e nxjerrë energjinë time krijuese, pa e nxjerrë atë esencën dritën time, sepse do pres gjëra perfekte siç i bën filani në video, apo siç e bën dikush tjetër në Instagram, apo siç e bën dikush tjetër aty në rrugë, jo. Kjo ta vjedh jetën, ta vjedh lumturinë, ta heq mundësinë që ti ke për të jetuar jetën tënde. Për të jetuar jetën tënde. Kështu që perfeksioni shkatron ëndra, i vret ëndrat, i vret ëndrat. Në kushtet që jemi do veprojmë. Rëndësi ka ta bëjmë me dashuri, rëndësi ka ta bëjmë si vetvetja. Momenti që je vetvetja, kaq kjo është gjë më perfekte e mundshme. Mjafton ti jesh vetvetja. Nuk ka nevojë për xixa, për gjëra të shtirë, për fjalë të zgjedhura, për buzëqeshje, qesh me zor derisa të dhembin këto. Jo. Qesh kur të qeshet, buzëqesh, rri serioze kur do të rish serioze. Je e lirë të bësh çfarë të duash, të jesh vetvetja. Je e lirë të jesh vetvetja. Nuk je këtu ti që të plotësosh, se nuk ja del dot. Ti nuk ja del dot. Edhe ti mbushësh të gjitha pritshmëritë të tjerëve ti plotësosh. Nuk ja del dot, se ka shumë njerëz, dhe secili nga ata njerëz ka një version tëndi në mendjen e vet. Po i vetmi version origjinal i vërtet i yti është ai që ke ti në mendje për veten tënde. Okej, grupi. Tani pika e 6 është shumë e rëndësishme dhe do e ndaj sepse unë këtë e kam vuajtur shumë gjatë dhe tani jam duke e rikuperuar. Do me thënë, e kam rikuperuar, po do e shpjegoj me detaje pse, dhe pse nuk e kam rikuperuar plotësisht. Megjithatë ju lutem, të gjithë ju që jeni këtu, shumë e rëndësishme që të bëni një koment te kjo video pasi ta ruaj. Më keni ndihmuar shumë që këto video të shfaqen, dhe them më keni ndihmuar mua, po më shumë keni ndihmuar njerëzit e tjerë si puna jote që marrin kënaqësi dhe energji pozitive dhe informacione të vlefshme nga kjo që unë bëj, nga puna ime, por Instagrami vazhdon ende me atë problem. Mua më vjen çdo ditë mesazhet tuaja dhe unë nuk e kuptoj se pse. Se unë i postoj video dhe unë i shikoj që janë këtu. Janë te profili im. Njerëzit më thonë nuk janë, nuk i shikojmë, dhe nuk e kuptoj si nuk i shikojnë. Nuk e kuptoj. Gjithsesi, ju lutem bëjni një edhe shpërndarja ka shumë rëndësi. Shpërndarni te vetja juaj, nuk është e thënë ta shpërndani në storyt e të tjerët, te vetja juaj. Thjesht bëj një koment, një okay, një zemër çfarë do duash ti, pasi ta ruaj dhe një shpërndarje dërgoja vetes tënde. Dhe shpresoj tani që të rikthehet sërish në Instagram, nuk di. Un po i bëj postimet, nuk di çfarë të them. Këtë kisha dhe tjetër. Dua të shpjegoj pikën e fundit, se është shumë e rëndësishme. Un jam duke rikuperuar këtë gjë.
për shumë gjatë, për ata që janë duke e kaluar këtë sfidë ose ata që kanë fëmijë të vegjël, e keni parasysh edhe ata që kanë fëmijë të rritur, kur e ka pas fëmijën në një moshë 2 vjeç e gjysmë, ka marrë këmbët, vraponte kudo, nuk e kishte sensin e rrezikut. Për ne ka qenë pak më gjatë kjo faza, sepse autizmit i ka këto sfida. Për ne ka qenë deri vonë dhe në shumë aspekte të tjera edhe është, se kemi atë merakull si prindër. Kështu që autizmi ka këtë sfidë që ty të lë alert, në një gjendje alert 24 orë non-stop, edhe gjumi nuk e bën dot rehat, sepse thon ndoshta çohet, rrëzohet, del në balkon gjatë natës. Meraku i prindit që mendon shumë gjëra. Dhe duke pas këtë merak për vajzën, vazhdimisht fatmirësisht vajza ka ecë shumë mirë dhe nuk në shumë aspekte e kam të tepërt këtë merak, po them më mirë të jem këtu prezente se sa të më vi keq më vonë dhe të qaj më vonë, kështu që kemi qenë shumë alert 24 orë non-stop. Dhe kjo gjendje alerti mua më ka bërë që të jem e disponueshme për emergjencat e njerëzve të tjerë. Dhe pika e 6 është emergjenca e të tjerëve nuk është e jotja. Shënoje që ti të krijosh një marrëdhënie të shëndetshme me veten tënde. Duhet të kuptosh që kur ka urgjencë tjetër nuk është e jotja. Nuk e pse ta konsumosh ti veten tënde, energjinë tënde, sistemin tënd nervor për të tjerët. Nuk e pse ta bësh. Nuk është emergjenca jote. Dhe për shumë gjatë, sikurse po tregoja, kam qenë në këtë gjendje alarmante. Domethënë që duhet isha alert gjithkohë, duhet isha në vëzhgim, duhet isha në shpëtim, duhet isha në të njëjtën kohë, duhet isha security në të njëjtën kohë, duhet isha doktoresha në të njëjtën kohë, duhet i kisha të gjitha te vajza. Çdo emergjencë, për shembull, diçka që kishte nevojë Edi, e lija atë gjën time, shkoja më njëherë ta ndihmoja. Një telefonat përgjigjesha. Kjo nuk ka të bëjë me kufit, me limitet, që ta kuptojmë. Kjo ka të bëjë me atë gatishmërinë që sistemi nervor ka për ta heqë fokusin nga këtu brenda dhe për ta çuar aty jashtë. Është diçka më e thellë se limitet, se kufit. Pra, një gatishmëri e brendshme, e heshtur, e pavetëdijshme, e jotja, që e heq fokusin më njëherë nga ajo që je duke bërë me veten dhe e çon aty jashtë. Por nuk është e drejtë kjo gjë, sepse konsumohet energjia jote. Dhe unë jam duke rikuperuar këtë gjë, tani më ka ngel 1% shumë e vogël, sepse jam kur e kap veten time që dikush kërkon diçka, sekondi parë sistemi nervor është gati të veprojë, sekondi dytë jam unë që e marr kontrollin dhe them, s'është urgjenca ime. Çdo njeri i rritur është përgjegjës për gjërat e veta, për veprimet e veta. Dhe kërkon shumë praktik, arrihet, të shpërblet kur e arrin, vjen shumë rehat, shumë mirë, por kërkon shumë praktik. Këto janë ato 6 gjërat kryesore që të ndihmojnë të krijosh një marrëdhënie bazike të shëndetshme me veten, bazike, sepse fazat e tjera janë shumë të avancuara, që të lidhesh me intuitën, të kuptosh misionin tënd, pse ti je këtu, të zbulosh ëndrat, pasionet e tua, të zbulosh hobit e tua, të guxosh të provosh gjërat e reja, të eksplorosh fushat e reja, aspektet e reja në jetën tënde. Dhe këto janë gjëra më të avancuara, po ne po flasim për gjërat shumë bazike, për dikë që ka qenë në dispozicionin e të tjerëve, për dikë që e ka humbur veten. Këto janë gjërat më bazike që ti të rikthehesh te vetja jote. Edhe ma beso që të shpërblet. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa kur shikon e pasqyrë veten tënde dhe thua, po ku ishe o dritë, më kishte marrë malli. I keni ekstrat e unë, mentore, vetbesim, ja fu dhe një të qarë në fund, i keni ekstrat gjitha, kështu që mbajni, vetë më keni zgjedhë si mentore, vetë rini këtu live, s'kam qatë ju bëj. Është shumë emocionuese dhe shumë krenari kur ti fillon të duash veten. Kështu që unë dua me gjithë shpirt që ti t'i vësh në punë këto që unë dava me ty, të fillosh ta duash veten. Të fillosh ta duash veten, sepse është e drejta jote që në lindje, që ti jesh rehat me veten tënde, që ti të bësh veten prioritet, të lejohet që ta duash veten, të lejohet që ta duash veten dhe është okay që ta duash veten. Kaq kisha me shpjegimin, i hapim komentet. Doja t'ju njoftoja që për arsye që të gjitha këto postimet e mia nuk shfaqen. Shumë njerëz më shkruajnë në inbox, më thonë kur do fillojnë grupe, ndërkohë unë kam 10 ditë që i kam promovuar grupet.
Do i shtym datat e trajnimeve, do i shtym sepse nuk dua të ngelet askush jashtë, sidomos te trajnimi për te limiteve njerëzore, se ato do e vazhdoj në prill ndoshta, se në mars nuk do ketë, shkurt mars nuk do ketë. Kështu që ai grup është pak çështja delikate dhe dua që të marrin pjesë sa më shumë persona, ata që duan vërtet të jenë aty. Prandaj, sot është data 12 e hënë, unë mendoj që në datën 18 i bie të dielën këtë javë, po të dielën do bëjmë seancën për trajnimin e ankthit, do e shtym me 4 ditë. Dhe në datën 19 do bëjmë për trajnimin për te limiteve. I bie me një ditë, mjafton me një ditë. Ka shtym edhe pak. E di pse kam hall se ka shumë njerëz që vetëm më shkruajnë mesazh, nuk i shikojnë fare postimet. Edhe ndoshta ngelen jashtë grupit, dhe unë po fillova grupin pastaj ngelet në prill. Janë shumë muaj. Ta shtym ta bëjmë deri në datë 21. Pse mos ta bëjmë në 21? Në 21 janar, po, apo 22, siç ka qenë vjet. 22 janar filloi dhe vjet. Ta bëjmë dhe si vjet 22 janar, po. Kështu do bëjmë. Atëherë grupi, ju që jeni këtu edhe që ata që do shikojnë më vonë këtë video, që shpresoj ta shikojnë se nuk ju shfaqen postimet, po nuk kam çfarë të bëj më. Në datën 18, ditën e diel, do filloj trajnimi për menaxhimin e ankthit, do ta shtym, që të kenë më shumë persona mundësinë të regjistrohen, dhe në datën 22, trajnimi për te limiteve njerëzore. Më tha shumë emocion data 22, sepse 22 ka qenë edhe vjet, po vjet ka qenë një grup që nuk vjen më si ai grup. Emiliana thotë, 6 pikat janë shumë të forta për të filluar të kujdesemi për veten, më vjen mirë e dashur. Manjola thotë, më preke, më ka ndodhur mua kjo që ritakova veten. Anisa thotë, faleminderit për këtë mundësi. Faleminderit ju që jeni këtu. Livia, faleminderit për gjithë mbështetjen tënde. Shumë e lumtur, janë shumë persona që më dërgojnë kaq shumë dashuri sa unë nuk kam edhe fjalë çfarë të them më tani. Është bërë si diçka kështu kjo. Pjesë e inje dashuria që marr vazhdimisht nga ju, shumë mirënjohëse, jam shumë e lumtur jam. Jeta është shumë e shkurtër, është shumë e shkurtër, është shumë e shkurtër për ta marrë kaq shumë garë, shqetësim, për ta kthyer në luftë. E di si e shikoj ndonjëherë këtë realitetin e luftës, e shikoj si ekziston ja këtu si një fushë që bën të gjitha këto. Dhe them me vete, pse mos ta çoj veten lart? Ha? Ta çoj veten lart. E shikoj atë luftën aty dhe them jo, nuk dua të përfshij, më çoj veten lart. Rrjedh energjia, i uli pak shpatullat, jo të angazhuar gjithmonë për luftë. Jemi prezent, rrjedhi me jetën. Fundja iku jeta. Disa duan ta jetojnë në luftë, ne që duam ta jetojmë në paqe, pse jo mos të zgjedhim paqen? Gjeni thot, faleminderit që na rikujtove se kush ishim. Elmaze thot, përshëndetje Jona, sa do që punoj me veten time, kthem te e vjetra, bëj shumë për njerëzit. Elmaze, po ne kemi folë bashkë se ishte te trajnimi të restarti. Ty të pres të trajnimi për te limiteve, nuk ke hapësirë tjetër veç se ati trajnimi. Aty fillojmë nga bazat, që ti zbrazim dhe ti pastrojmë të gjitha këto. Dhe çështja me ty është që ti s'ke probleme financash, ti ke probleme kohe. Thos do gjej kohën për vete, po do i gjesh patjetër kohën për vete. Patjetër që do i gjesh. Trajnimi është shumë praktik, kështu që të presë trajnimi për te limiteve që ta bëjmë punën siç duhet. Mos e shtym më, se ti do vish të trajnimi për te limiteve, po pse të vish mbas 6 muajsh apo mbas një viti, siç kanë bërë shumica. Hajde tani që ke marrë thirrje, tani që shikojnë që diçka nuk shkon. Maria thot, kush i ka 6 pikat se u futa me vonesë, pa probleme dashur se do ta ruaj edhe do i gjesh. Halime thot, Jona të lutem, m'jep një këshill, tani e kam mamin shumë sëmur dhe për çdo gjë që bëj ndihem në fajde, nëse qesh më duket egoizëm me veten, e kuptoj. Di kur e kam pasur këtë ndjenja faj, do të thënë radh parë, uroj që mamit t'i bën të shkuara dhe shpresoj që të shërohet. Dhe në rast se nuk shërohet, do përmbushet kontrata e saj shpirtërore që gjërat që i ka Zoti në dorë nuk i ndryshojnë dot. Po unë uroj me shpirt të bëhet më e mira. Por unë jam dirë në faj në fillim kur fillova të shijoja këtë realitetin e ri që nuk e kisha parë te askush tjetër. Diesha në faj sidomos për prindrit. Kur shkonim ndonjë resort, provonim këtë shijen e një jete shumë të pasur, që normale e krijuan vet. Edhe diesha në faj ndonjëherë, thoja, po ata pse si provuan këto gjëra.
Me thënë, po ata pse jetuan këtë jetë, sakrifikuan shumë për ne, po si provuan dot këto. E di pse? Sepse kjo është e kontrata e tyre. Ne bëjmë një kontratë. E di që fëmijët tanë mund të gëzojnë shumë e shumë gjëra që ne as nuk na shkon mendja dhe ata mund të ndihen në faj për ne. Se duam ne të ndihen në faj? Jo, ne duam që ata të gëzojnë jetës, të buzëqeshin, të jenë të lumtur, ta shijojnë çdo moment që e kanë fituar vetë. Kështu që në radhë të parë unë ty të sugjeroj të qeshësh sa më shumë. Dhe kur shkon te mami, mos të shkosh si te një sëmur, po të shkosh te mami yt. Me shumë dashuri, me shumë energji pozitive, me shumë buzëqeshje. Se sido që të marrë drejtim gjendja, gjithmonë do marrë drejtim sipas planit që Zoti ka për mamin tënd, edhe për secilin nga ne. Kështu që nëse ky moment do jetë i fundit në këtë realitet, unë do të iki e qeshur. Nëse do jetë momenti i fundit në këtë realitet për dikë të dashur për mua larg qoftë, po këto gjëra na presin para. Sidomos për prindin është e dhimbshme, po s'ka çfarë bën. Jepi një buzëqeshje, jepi një ngrohtësi. Që të japësh atë merakun, sepse merakun e ka vetë ai që është i sëmur. Ti do e kthesh veten në një dritë për mamin, dhe do buzëqeshesh sa më shumë dhe do shijosh dhe për veten tënde mbi të gjitha. Teuta thot, nuk e di pësër që jam të live jote, ndi i kaq thjosa që më duket sikur janë eksakt ato gjërat që dua. Atëherë, ftova bashkëshortin në live, po nuk pranoj. Për një moment u stepa, po thashe vetmja mënyrë për t'ia treguar është dhe shumë e arritjet e mia. Nëse e ke YouTube-in, siç e kam unë për shembull, nëse e ke YouTube-in të lidhur në çdo pajisje një llogari YouTube-i, se është sekret ky, që të shfaqen gjëra me energji të lartë në shtëpi, mbajeni shënim ju gra që doni të fusni burrat në zhvillim personal, një kështu sekret teknologjie. Nëse e ke një llogari YouTube të hapur edhe te telefoni, edhe te laptopi ose kompjuteri, edhe te televizori, atëherë nëse është një njëjti user, domethënë, atëherë fut sa më shumë, kërko ose video të mia ose video për zhvillimin personal, dhe sa burrit futet në YouTube, ndoshta te televizori, ndoshta mund të jetë edhe te telefoni ti ose te kompjuteri, do i shfaqen këto video vetë, do i dalin videot e mia dhe do i vi një moment që ai do klikoj vetë. Mos ja impononi askujt. Ti e ftove, bravo, e bëre tënden, kaq. Imponimi jo. Eglantina të dërgoj shumë dashuri, ti je një heroin. Atëherë, mund të na thuash diçka për luftën që flitet që mund të filloj. Unë jetoj në një realitet që nuk ka luftë. Unë jetoj në një realitet me diell. Unë dërgoj dritën time dhe shumë dashuri dhe shumë bekime në atë realitet që ka akoma luftë dhe kaos. Po në botën ku jetoj unë, nuk ka luftë. Se kam iden për çfarë bëhet fjalë. E beson që ti po më thua për luftë dhe unë nuk e di për çfarë bëhet fjalë. Unë s'kam televizor në shtëpi. Unë nuk dëgjoj radio, nuk shikoj lajme, unë nuk ulem nëpër lokale ku kam atë News 24 përballë. I kthej krahët gjithmonë lajmeve. Realiteti im është vetëm e diell. Për mua nuk ekziston lufta. Këtu ka dashuri dhe vetëm dashuri. E vetmja luftë që unë kam është me veten time. Kaq, dhe atë luftë po përpiqem ta zbus çdo ditë më shumë. Se fundi jeta është shumë e shkurtër që ta kalojmë në luftë me veten. Po përpiqem ta zbus. Unë të dëgjoj me burrin, thot, në fillim më tha për çfarë flitet, ja shpjegova dhe tani sikur është i interesuar. Zemri them është jona, ajo që i kam bler dhe librat, ai më do të më mbështet në preferencat e mia. Është gjithë shumë e bukur kur rrugtimi i zhvillimit personal bëhet në çift, kur e bëni të dy bashkë, është gjithë shumë e bukur. Edhe shumë e vështirë për ato vajza të cilat nuk e kanë partnerin krah me vete. Unë e kam kaluar një fazë të tillë që bëhet shumë toksike gjëja, që ti lufton e vetme, po në raste të tilla bëje në heshtje. Në heshtje, vepron në heshtje, mos mbaj asnjë gjë, as dëshirat, as gjë, bëje në heshtje, jeti me veten tënde, jeti me Zotin, ec para në heshtje. Dhe kur të jetë gati, nëse do jetë gati, do vi te ty, do vi në atë fazë.
Atëherë, e të leva o dritë uroj që ti jesh mirë, ja të mbarë, thot, çfarë të për Zoom si regjistrojmë apo ka mbaruar. Do e rris kapacitetin, do e çoj deri në 500 persona, sepse e shikoj që te grupi WhatsApp-i deri tani kanë shkuar 400. Kështu që do e rris kapaciteti. Mund të futeni te linku te profilim, edhe sot në mbrëmje është seminari 100% falas për menaxhimin e ankthit. Do jap edhe diçka tjetër shtesë aty për ata që do jenë te seminari, për ata që do rrinë deri në fund. Diçka shumë të rëndësishme, që do e vlerësoni shumë dhe do ju ndihmoj shumë. Alketa thot, jam e rënduar psikologjikisht e pa shpresë si ta rris veten, si ta ngre veten. Do t'i përgjigjesh ti? Alketa është një ndjekse. Edhe thot që është poshtë, shumë e bllokuar, shumë e rënduar. Çfarë sugjerimi mund t'i japësh ti? E di pse thënë ti përgjigjesh ti? Sepse këtë fazën e bllokimit e kemi kaluar ne, mos sa na është bërë si një këmish shtesë aty te garderoba jonë. Shikojmë themi ja që nga dhe kjo faza lëre aty se nuk do e vesh më. Çfarë mund t'i thuash Alketës? Do i përgjigj Alketa, do të përgjigjem dhe unë, por jam kurioztare të gjej një redi. Se e di vetëm një zgjidhje për ata që janë të rënduar psikologjikisht. E thot kaq bukur me 3 fjalë apo me 2. Cila është? Çfarë thot zakonisht këtyre? Thot jam të rënduar psikologjikisht. Me 2 fjalë thot Edi. Çfarë them, e kam harruar edhe vetë. Se di. Bëj trajnimin, i bie shkurt. Po. Jo, do i thoya që të bëj 2 gjëra ndryshe në jetën e saj. Bukur kjo. 2 gjëra ndryshe. Çfarë të bëj ndryshe për shembull Ndryshe Alketa? të bëj për shembull, të flej më shpejt në darkë dhe të çohet më shpejt në mëngjes. Edhe kur çohet në mëngjes, Po i the të dali 2 për gjëra. vrap. Ama jo, është shumë e madhe kjo, shumë e fuqishme kjo. s'ka. Kërkon shumë energji, jo. Kjo kërkon shumë energji. Që ti thuash dikujt që është në tokë nga psikologjia, fli me herët në darkë, okay, ai do e bëj luftën, do flej. Ti thuash ço me herët në mëngjes, luftë ekstreme, dhe ti thuash dil dhe për vrap? Jo, thotë rri më mirë këtu ku jam. Se kështu thot truri. Shumë e kështu. Ç'është të bëj të kundërt. Prandaj për të punuar me anktin dhe shëndetin mendor mos merrni këshilla nga çdo njeri. Se në vend që t'i bëj mirë ju bën keq. Nuk mund t'i jap çdo njeri këshilla dhe nuk mund të bëhet çdo njeri mentor dhe trajner, duhet të ketë një background shkencor. Ideja është këtu. Jam dakord me gjumin, që të rregullosh gjumin, Edi ka shumë të drejtë që thot fli herë dhe zgjo pak më herët. Pjesën e vrapit nuk jam dakord. Nuk jam dakord për një arsye. Ti mund ta bësh javën e tretë të punës me vete, mund ta bësh në fund javës së dytë, fillim javës së tretë, siç e kam lënë unë te trajnimi. Aty ja kam lënë detyrë, jo vrapin, po aktivitetin fizik. Por në fillim ti ke nevojë ta marrësh pak më ngadalë, sepse është si një gjumë dimëror. Kjo gjendje e rënduar e psikologjisë është si një gjumë dimëror. Ai gjumi dimëror që bëjnë kafshët, e ke parasysh kur dalin në ariu, si dalin ata duke vrapuar, del fshi për gjumër, një herë çohet ngadalë. E njëjta gjë që të dalësh nga një gjendje ngrirje sistemit nervor, sepse sistemi nervor ka ngecë në gjendjen e ngrirjes dhe të futesh në gjendjen e krijimit, nuk futesh menjëherë. Janë si stinët, nuk vjen menjëherë pas vjeshtës të çelin lulet, kalon një herë dimri, shkrim bora, shkrin akulli, fillon dal ngadalë çelet, ndjeta, natyra. E njëjta gjë dhe me ty. Do e nisësh me hapa të vegjël. Mund të pres të trajnimi, sot të seminari, sot në mbrëmje të seminari, lëre trajnimi, sot të seminari. Trajnimi është më pagesë do thuash, s'ka mundsi. Futu në seminari ke falas 100%. Futu te seminari, do marrë shumë teknika aty. Madje edhe një teknikë shumë të fuqishme frymarrje. Për të kaluar sistemin nervor nga gjendja e mbijetesës, ajo ngrirja pesimizmi në një gjendje krijimi dhe për ta kaluar sistemin nervor nga ajo gjendja e ankthit e panikut në një gjendje më të qetë, më të stabilizuar. Kështu që futu sot te seminari. Në orën 7:30. E dashur, faleminderit për gjithçka që ndape me ne. Dëshiroj një këshill nga ti, jam tip shumë i ndjeshëm dhe shumë shpesh e shoh si pengesë sepse ka raste kur gjatë bisedave më vjen dhe qaj kur janë tema të ndjeshme. Të sugjeroj të ndjekësh live-in që bëra dje. Aty e shpjegova këtë cilësi, empatin në njerëzit që jemi të ndjeshëm. Në orën 7:30 në mbrëmje jemi live në Zoom.
Pse kemi frikë të kthehemi te vetja? Sa pyetje e bukur kjo. Kemi frikë të kthehemi te vetja sepse personi që ne gjejmë aty është shumë i fuqishëm se sa mund ta përballojnë njerëzit që na rrethojnë. Dhe është aq i fuqishëm sa këta njerëz që na rrethojnë nuk e përballojnë dot të largojnë nga ne. Dhe kur ne kthehemi te vetja, është një vend që jemi shumë pak njerëz ose pothuajse vetëm. Dhe ndonjëherë kemi frikë nga vetmia. Kur kthehesh te vetja, kërkon të lësh mbrapa shumë njerëz, shumë situata, shumë zakone. Kërkon të lësh mbrapa personin që ti je tani. Dhe arsyet pse ne mund të bllokohemi në përmirësimin e vetes, si gjente live që bëra dje. Ishin 6 arsye kryesore, bllokuese të kryesore që nuk na lënë të kthehemi te vetja. Ku mund ta marrim linkun sot, thot Ola? Ola, te linkun do jap te grupi WhatsAppit. Është një grup në WhatsApp falas, pjesëmarrja. Janë 5 grupe që kam ofruar me pjesëmarrje falas. Është një grup për autizmin, grupi për të janktit, grupi për vetdijen për spiritualitetin e avancuar. Janë dhe 2 grupet për zhvillimin personal. Kështu që te grupi i ankthit aty do e marrësh, e gjen linkun e grupit për të bashkuar në story. Algeta thot problemi është që ka një art, sepse nuk mund të flet. Tani këto lista e këtyre e simptomave që shoqërojnë këtë gjendje të bllokuar psikologjike nuk mbaron lista, nuk mbaron sepse janë të gjitha këto reagimet emocionale dhe reagimet fiziologjike të trupit. Kështu që patjetër që nuk mbaron lista dhe ka pafund. Megjithatë nuk zgjidhet me një mendo pozitivisht, sepse tema për nesër kjo është që disa mendime pozitive na bëjnë edhe keq. Dhe shpjegojmë nesër këtë live, pse dhe për çfarë kanë fjalën. Por nuk kalon kaq kollaj, thjesht mendo pozitivisht ti. Duhet shumë punë serioze me veten. Dhe kur them punë serioze me veten, mund ta bësh me manualin e menaxhimit të ankthit, aty kam darë shumë, po e ke aftësinë të ulësh durimin edhe disiplinën ta bësh bëje. Futu te seminari sot, aty do kuptosh shumë gjëra, se si ta ndryshosh ti gjendjen tënde emocionale. Jo, na mund ta bësh seminarin sonte më vonë pasi punoj deri në orën 9. Janë, shiko, ose ta ruash, thot, janë disa kërkesa për shembull që unë e kuptoj se ti thon kam nevojë dhe mos ta humb këtë mundësi se unë punoj. Po janë disa kërkesa që nuk bëjnë sens. Domethënë, është një grup me 400 persona, deri tani mund të shkoj 500, edhe 499 persona ata edhe unë një 500 për një njeri të shtym seminari me 2 orë. Dhe ti them Edit ma mbaj vajzën ti mua në makinë ose në një park lojrash deri në 11 natës, nuk ka, janë disa gjëra që edhe pyetjet që bëjmë mirë është që mos t'i bëjmë. Ndonjëherë janë gjëra pa kuptim, domethënë mirë është të reflektoj me veten, çfarë pyetje po bëj unë. Albulena është një nga vajzat që më suporton gjithmonë edhe është këtu, por ndonjëherë është mirë të themi gjërat siç i mendojmë. Unë kështu e mendoj që nuk ka sens. Për ta ruajtur nuk ruhet. Është seminar që unë jam live, ti je në punë fatkeqësisht në atë orë, më vjen keq. Por që nuk ruhet sepse është seminar në Zoom. Kështu që nuk është live Instagrami. Linkun do e merrni te grupi WhatsAppit pak para se të fillojmë. Grupi këto ishin 6. Mënyrat se si ti mund të fillosh. Të krijosh një marrëdhënie të shëndetshme me veten. Marrëdhënia e shëndetshme me veten, kur mungon dhe nuk ekziston, fillon ankthi. Sa dhe ankthi një shenjë që ti ke humbur veten, ë? Është një thirrje që ti duhet të kthesh te vetja. E shpjegova dje, e kam shpjeguar dje shumë bukur, kështu që ndiqet shpjegimin te live-i që bëra dje. Prandaj mendoj që të jemi më të sinqert me veten. Ata që duan të punojnë me veten kanë mundësi pafund. Unë kam darë në YouTube, unë nuk e di domethënë. Ju vini këtu dhe më kërkoni në një live Instagrami si ta ndihmoj veten unë nga ankthi.
Unë kam 5 vite që kam darë dhe po ndaj për ankthi në YouTube pa fund. Që po ta shkruaje këtë si të dal nga gjendja e rënduar psikologjike, do dilni një 50 video të mia vetëm për këtë çështje në YouTube. Do dilte trajnimi mirëfillt në YouTube. Por nëse nuk e bën dot rrugën vetëm, po, të mirëpres të trajnimi. Do fillojmë datë 18 ditën e diel. Dhe kur them të mirëpres është gjëja më e mirë që do bësh ti për veten tënde. Ata që kanë mundësinë ekonomike, ata që s'e kanë më vjen keq, kur ta krijoni ju mirëpres, ata që e kanë të vinë. Është gjëja më e mirë që mund të bësh, se nuk ka kuptim të rish të vuash aty në heshtje. Unë e kam kaluar vetë anktin. Ankthi nuk kalon, thjesht duke shpresuar që do kaloj. Nuk kalon. Tani shiko, unë do doja shumë që të kisha një shkop magjik, po nëse ju jeni këtu se pretendoni që unë do jap një formulë magjike për anktin apo për vetbesimin apo për të bërë para apo për të pasur sukses në jetë, me shumë dashuri largohuni, se nuk do e gjeni këtë formulë magjike, këtu edhe mund të largoheni. Pra ky nuk është një profil që jep formula magjike. Unë nuk jam një person që kam krijuar formulë magjike, unë jam një person që e kam ndërtuar veten time dhe jetën time. Dhe gjërat e bukura ndërtohen. Për gjërat e bukura sakrifikohet. Kështu që do punosh me veten, puno me veten, ankthi nuk ikën me ledha time, ankthi nuk ikën duke i lutur Zotit, nuk ikën me shpresa. Patjetër lidhu me Zotin, por ka shumë njerëz që thonë jo falu, jo lexo Biblën, më thot dikush, jo lexo Kur'anin, po nuk ikën, më nuk ka lidhje Bibla Kur'ani. Bibla Kur'ani ti lexon çka ka shkruar dikush tjetër në një libër. Po te ty çka është shkruar në zemrën tënde, kush do ta lexoj? S'ta lexon do ta shoxha as prifti, je ti që do futesh në brendësinë tënde. Me gjithë respektin për ata që besojnë në fe dhe për fet, unë nuk besoj në fe, unë besoj në Zot. Zoti që na ka krijuar të gjithëve. Ai Zot më ka dhënë të drejtën që unë të futem vetë në brendësinë time. Kush e ka ndaluar? Kush tha që ndalohet? Cila fe thotë që ndalohet që unë të futem në brendësinë time? Kush e thot? Është shumë e rëndësishme ti të futesh në brendësinë tënde. Futu më në brendësinë tënde, zbuloje kush je. Nuk ka më vend për ankth. Nuk mjafton të lutemi, vetëm të lutemi. O Zot, ma hiq ankthin. O Zot, ma hiq ankthin. O Zot, ma hiq ankthin. Më shumë do ta japi. Është formulë e thjeshtë. Është shkencë. Sa më shumë të flasësh për diçka, më shumë e përforcon. Prandaj ata që mendojnë se do gjejnë formulë magjike, këtu nuk ka formulë magjike. Është punë e pastër me veten. Është punë e pastër me veten. Punë me thonjë. Kapesh me thonjë te jeta. Jo ka që thjesht, s'është e thjesht, shumë e vështirë. Por arrihet, është përblet. Ja qa jetë e jetoj unë tani, pse se guxova, punova, e kuptova qa ishte ankthi. Nuk vrapova gjithë jetën, o babam kapi ankthi, jo. Duhet të punosh me veten. Atëherë, Jona, a është kritik për dikë kur ti flet për një person dhe thua atë që mendon që sipas teje është kështu ky njeri? Në radhë të parë nes na ka vendosur askush që ne të jemi juri. Nëse ti je pjesë e një jurie, kur aty kalojnë persona para teje dhe ti je personi që duhet të komentosh sjelljen e tjetrit, pamjen e tjetrit dhe paguhesh për këtë gjë dhe ka ardhur te ty si juri ai person, okay. Nëse ti je një mentor dhe ai person vjen kërkon tim dhe ti i thua dëgjoj se un po vëre këto cilësitë e ty dhe un nuk po i shmangem dot, atëherë okay. Po thjesht ti jesh në kafe, të fillosh të kritikosh tjetrin për sjelljen e tij, nuk ka vend. Nuk ka vend. Si jemi juri, nuk jemi kush jemi ne që të kritikojmë të tjerët ose të komentojmë të tjerët. Nëse dikush të pyet çfarë mendimi ke ti për këtë cilësinë time, thuaj atë vërtetën me dashuri, në mënyrë të qetë, ashtu si është, e vërteta. Po jo pa të pyetur personi. Fluturat e mirëpres. Kur regjistrojnë, për të gjithë ata që duan të bëjnë trajnimin, për të regjistruar të trajnimit e numri WhatsAppit. Numri WhatsAppit, numri stafit, e keni të profilim. Për ata që duan të futen të seminari sot falas, në story, do shikoni grupin e WhatsAppit bashkohu këtu. Lexojeni, bashkohu këtu, shtypeti kur thot bashkohu, shtype. Hap, se ka shumë njerëz që shojnë dhe më shkruajnë në privat. Ku të futen? Po jam me bashkohu, unë ta kam thënë bashkohu, shtype aty, bashkohu aty. Keti thot na gëdhen aq shumë me këtë video sa duhet të dëgjojmë 100 herë, 1000 herë dëgjojeni, vetëm vendosini në punë se nuk mjafton me të dëgjuar Keti, duhet të lëvizim, duhet i bëjmë. Marsi, jam e lundur që je këtu.
Atëherë, ekziston një teori e përgjithshme, për shembull, shikoj që thot Albiona dhe ka të drejtë në një aspekt, sepse thot ndihmon të jesh e lumtur për muzikë, kërce andaj këtej, po jam dakord. Por ekziston një teori shumë e përgjithshme, Albiona, që kemi dëgjuar dhe nga të parët tanë që mos çaj kokse, do flas me terma kështu siç e kemi dëgjuar, mos e vrit mendje, mos çaj kokse. Mirë do bëhet, futja një muzikë kërce, dalim bëjmë një fest. Duhet të dish diçka. Me njerëzit jemi pak më të komplikuar se kaq, sepse me këtë parim kam ecur unë, është njëri që ka kërcyer gjithë jetën, ka dëgjuar muzikë gjithë jetën, ka qenë i gjallë gjithë jetën. Shumicën e jetës kam bërë not, sport, jam stërvitur. Jam unë dhe prap përjetova ato që quhen problemet të shëndetit mendor dhe emocionet të ulta, gjendje emocionale të ulta, të ngrirë. Pse? Sepse nuk mund t'i japim ne këshilla pa qenë profesionist. Vër muzikë ti dhe kërce, dhe hajde u kthye lumturia. Ç'a është lumturia në thelb? Është një reagim i hormoneve, i kimikateve. Po nga nxiten këto hormone dhe kimikate? Nxiten nga një veprim i jashtëm aktual, po dhe nga veprimet e brendshme ose energjie ngecur e bllokuar e brendshme. Veprimi aktual është i vë muzikë dhe kërcen. Po kur këto hormone i ngacmon ajo energjia e brendshme? Po kur rritet kortizoli pa fund sepse ti ke trauma të patrajtuara? Si t'ja bësh ti, me një muzikë nuk kalon. Prandaj nuk duhet t'i japim këshilla të përgjithshme që bëja të bëj këtë. Për njerëzit që duan këshilla të përgjithshme ose duan një formulë të përgjithshme të ndihen mirë aktualisht, edhe kur kanë disiplinën të punojnë me veten, të futen në YouTube, keni pafund falas, aty merrni më kënaquni, bëni çfarë të doni. Ama për personat që sado që përpiqen të ecin para, bien pre në grackën e asaj gjendjes emocionale që s'ndihesh mirë me veten, të duhet ndihmë profesionale. Mos e jate unë, shko te dikush tjetër, ku ta ndihesh ti, te cili mentor e ndjen ti. Nuk janë kot mentorët këtu, që të bëjnë live Instagrami që ti të ndihesh mirë dhe të motivohesh. Mentorët kanë një mision, dhe sidomos ata që kanë profil shkencor, e din ç'a bëhet me trupin dhe mendjen tënde. Duhet punë serioze nga profesionist. Nuk ka lënë ti vër muzikë ti dhe kërce. Ç'e këtë teori? Jam dakord që ti thua Zoti më ndihmoi mua, për atë punë dhe unë kështu them, fal Zotit jam këtu ku jam, se e kemi si shprehje dhe e kemi të dëshirë dhe besim, jemi mirënjohës ndaj Zotit. Po Zoti si na ndihmon? Kështu na ndihmon, na thot çau bëje këtë veprim. Shkruaj mendimet e tua, elimino mendimet negative, fillo puno me mendimet pozitive, puno me traumat e tua, futu bëje një hipnoz, dil bëj një ecje, bëj një fitness, kape veten, vëzhgoje veten. Kështu na ndihmon Zoti. Zoti nuk na ndihmon. Prit se po punon Zoti me mua tani po më heq auti. Pritet e mos më fal. Mos më fal fare. Ma hoqe Zot. Jo thot ai se të kam dhënë këmbë duar tru, hiqe vet. Kështu thot. Po kënaqem mua vet. Patjetër, Ersid thot nëse ke dëshirë Fatjona dhe ishte bukur të dinim diçka më tepër rreth spiritualitetit, shpirtit, botës shpirtërore të përshëndes. Patjetër, ato i kanë programuar gjatë muajit të shkurt. Gjatë muajit të shkurt do flasim pak më shumë për spiritualitet, sepse ai është muaji që dhe unë futem pak më thellë, bëj këto meditimet e mia, edhe kam më shumë energji aktuale për të ndarë me ju, jo çfarë kam përjetuar më parë, po çfarë përjetoj tani, futem dhe unë atë energjinë time. Kështu që muaji i shkurt do fokusohemi më shumë aty te spiritualiteti. Por tani jemi më shumë te zhvillimi personal, te 2-3 fazat e para të zhvillimit personal, faza fillestare te kalojmë ankthi mendimet negative, edhe të dalim nga ajo gjendja empir emocionale që është gjendje e rënduar psikologjike. Dhe në të njëjtën kohë të rrisim vetbesimin, të zhvillojmë më shumë veten, të kujtojmë mantrat tona, të ecim para, mund të hapësh bizneset, të bësh një jetë shumë me vetbesim, si vetvetja. Pastaj më tej njohja e thellë e vetes, do flasim më shumë në muajin e shkurt. Flutura thot për shembull ja kam tension thot, edhe e kam emocionale, thot. Dhe sa kam stres, shkoj në urgjencë. Ja, do me thënë imagjino pak, Flutura unë të kuptoj se është gjendje shumë e rënduar, edhe unë atëherë kur kisha atak paniku, ndonjëherë mendoja thëja, po sikur shkoj në spital, po e njoh veten dhe dia që do mbej zakon, do krijoj avarësi nga kjo gjë. Prandaj nuk shkoja, po ka shumë persona që unë kam punuar me ta dhe punoj, kam dhe trajnimet edhe po kanë rënë prej kësaj, shkonin në urgjencë me njëherë se kishin atë ndjesinë e sigurisë që nuk do vdes, këtu jam e sigurt që do mbej diçka mjeku. Po nuk mundet
trupin tonë dhe reagimet tona emocionale t'ja lëmë në dorë gjithmonë të tjerëve. Duhet ta marrim ne kontrollin. Sa do e vështirë duket në fillim, beso, shiko. Është shumë e vështirë të kalosh nga 0 te 1-shi. Po të kalosh nga 1-shi te 2-shi, nga 2-shi te 3-shi, shumë e lehtë. Shumë e lehtë. Faza e parë, hapi parë është ai më i vështiri. Ta premtoj këtë gjë. Me thënë, hapi parë ti do ndihesh atë sforcimin e madh. Hapi parë ti do ndihesh atë luftën e madhe me veten. Pastaj, momenti që e ke hedh hapi 2 3, është diçka mësohesh me atë gjë. Mësohesh me atë gjë. Është një lloj si fëmia i vogël. Çohet në këmbë bebi, hapi parë 2 3 me zor, pastaj fillon derisa i merr këmbët, themin edhe vrapon. E njëjta gjë me ty. Duhet në fillim të guxosh nga 0 te 1-shi. Aq, pastaj të tjera normalisht të ndihmon edhe Zoti. Ai Zoti që përmendëm ne atëherë të ndihmon. Çohesh, pa, lëvizti. Jo thjesht lutje, fizikisht. Jemi në trup fizik këtu. Këtu edhe manifestimi nuk ndodh, pa nuk e bëre fizikisht. Kaq. Për të krijuar marrëdhënie të shëndetshme me veten, rishikoj edhe një herë video nga fillimi, nxjerri shënime dhe fillo ti praktikosh me hapa shumë të vegjël. Qëllimi i këtij live është që ti ta nisësh gradualisht me hapa të vegjël. Sot më mbrëmje, që bie ti data 12 janar ora 19:30 me orën e Shqipërisë, jemi live në Zoom. Seminari nuk do ruhet, është një seminar 100% falas që e bëj unë me dëshirën e mirë dhe aftësinë dhe kapacitetin që kam për të ndryshuar jetën tënde që vuan nga ankthi, frika, pasiguria dhe problemet e shëndetit mendor dhe mendimet negative. Seminari konsiston 1 orë e gjysmë, afërsisht, dhe në fund të seminarit, për ata që do rrinë deri në fund, do jap dhe diçka shumë domethënëse për zhvillimin tënd personal dhe për rrugtimin e shërimit emocional të vetes. Linku do jepet e grupi WhatsAppit, gjithashtu është 100% falas, grupi për te ankthit, dhe për ta gjetë grupin, hy te profilim në story, kliko te një story që unë e kam darë grupin aty dhe pak para se të fillojmë do jepet linku i Zoomit aty. Deri në 500 persona po e lë kapaciteti, nuk besoj se do jenë më shumë se 500. Pastaj nëse janë më shumë se 500, se di do kem mundësi ta shtoj apo jo kapacitetin gjatë Zoomit kur të jem live. Ndoshta edhe bëhet, ndoshta edhe s'bëhet, se di. Kështu që siguroni të jeni që në fillim aty. Të paktën 10 minuta më herët që të siguroni vendin tuaj në seminar. Kaq për momentin. Doja t'ju falenderoja shumë që jeni këtu. Dua t'ju them që rikthehet drita vazhdimisht, rikthehet shkëlqimi vazhdimisht, për sa kohë ne zgjedhim të bëjmë diçka ndryshe. Për sa kohë ne marrim vendime ndryshe nga ato që kemi marrë dje. Sepse gjithë sekreti i ndryshimit është te ndryshimi, ndryshe. Kështu që vendos të bësh gjëra ndryshe në jetën tënde, merr vendime ndryshe, bëje ti për veten, sepse po nuk investove ti kohë, para dhe energji për veten tënde, s'do e bëj askush për ty. Nëse ti nuk investon kohë, para dhe energji për veten tënde, mani, lek, ti investosh ti për veten, askush s'do e bëj për ty. Investo te vetja jote. Kaq, shihemi sot në mbrëmje live për ju të trajnimit për te limiteve, që doni ta vazhdoni, ju që jeni regjistruar dhe ju të tjerë që doni ta vazhdoni. Në datën 22 janar do fillojmë. Më duhet të lë më shumë hapësirë kohore, shumë persona nuk ju shfaqen postimet. Për ju për trajnimi për të menaxhuar anktin tashmë që jeni regjistruar dhe ju që do regjistroheni, në datën 18, të ditën e diel do e fillojmë. Pra ditën e diel fillon trajnimi. Shumë dashuri për të gjithë, do shihemi nesër në një temë shumë interesante që do e ndaj gjithashtu në story. Mirë, kalofshi sa më mirë dhe faleminderit që jeshit këtu.